kësaj rode kemi një ciklus pak më gjatë, për arsye se kemi vetëm një ndeshje, edhe ka rastis që kjo ndeshje të luhet domethënë ditën e fundit të pregaditjeve, kështu që kemi një kohë të mjaftueshëm. Kemi disa mungesa të lojtarëve, mirë po përsëri mendoj që grupi është mjaftueshëm edhe kemi pruar disa ardhje që dojna me i pa nga afër disa lojtarë, sidomos nga Mitrovica dhe nga Dugaxhini. Kështu që mendoj që do të bëjmë përgatitje të duhura edhe të kundërvimi kundërshtarit në mënyrë më të mirë të mundshme. Edhe pse kemi një rezultat jashtëzakonisht bindës ndaj Maqedonisë lojën e parë, mendoj që për te rezultatit kundërshtari nuk është i dobët, është një kundërshtar jashtëzakonisht i vështirë. Ne nuk e kemi pasur dominimin e lojës sikur që kemi pas rezultatin, prandaj do të jetë lojë e re edhe kemi marrë gjitha masat e duhura, për arsye që në këtë kompeticion gabimet janë gati të pafalshme, kështu që po presim që të prezantojmë në mënyrë më të mirë mundshme kombëtarën e vajzave. Këtë grumbullim vetëm një lojë, kështu që e kem pak një pauzë pak më të gjatë se Maqedonia ka 2 lojë, kështu që mujna mu përgatit pak më mirë për lojën, na e njohim kundërshtarin edhe e dina qysh lun edhe çfarë sene të mira i banë në lojë, kështu që ato do të apet na në lojë me tregu që dina na. Po edhe nëse na e kena fitu lojën e parë, kur nuk ban mu të pësu edhe me dhonë ma pak se sa lojën e parë, kështu që do të me dhonë edhe ma shumë për me fitu edhe lojën e dytë. Sot është stërvitja parë, besoj shumë që kemi pas paraqitje shumë mirë, vajzat janë 100% koncentrume dhe shpresoj me fitore. S'ka ndjenë më të mirë se me përfatësu kombëtaren dhe shpresoj që kena me japë më të mirë në të mundshme. Gjitha janë të zhvillu kampionatin, besoj që kanë pas një paraqitje shumë mirë.